Miqtë mi të dashur, faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Golden Eagle, ndërkaq tani radha është për rubrikën tonë të përjashtme, e vërtet e pa vërtet. Mirë, po para se të vazhdojmë të ndjekim se çka ka të vërtet për artistët tanë, unë juftoj të jeni pjesë e jona përmes faqes tonë zyrtare në Facebook, Instagram, Twitter, gjithashtu edhe kanalit tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Sam Smith, i cili befasoi të gjithë një javë më parë me 4 trofe në ngjarjen më të madhe të muzikës botërore Grammy, poshtet nga një shqiptare. Të nominuar për videoklipin më të mirë në Brit Awards, Rita ka lënë 3 pozita më poshtë hitin botëror Stay With Me. Përpos Sam Smith, shqiptarja le pas edhe prodhuesin e I Will Never Let You Down, Calvin Harris, e këngëtarin Ed Sheeran. Të vetmit pararitës duke kryesuar janë One Direction. Argentina Ramosaj në pritjet e fëmijës së parë. Ky lajm u përfol dhe del të jetë i vërtet. Këngëtarja Argentina Ramosaj, e cila para pak dite i ka dhënë fund beqarisë, ka një tjetër lajm. Ramosaj është në muajin e 5 të shtatzanisë. Dyshimet nisën nga fotografitë e fundit të publikuara nga këngëtarja, ku shihet vetëm portreti i saj dhe jo pjesa tjetër e trupit. Mirë po Prive zbulon, sipas disa burimeve të afërta, se këto thashëtheme janë të vërteta. Këngëtarja u martua para pak dite, pas një propozimi që mori në Tajland. Mentor Kurtishi huazon këngën e Azes, edhe ky lajm është i vërtetë. Këngëtari bullgar Azes është i njohur tek ne për këtë rand. Herë i vjedhin këngë e herë na vjedh këngë, por i fundit që i mori këngën atij është Mentor Kurtishi. O Fat i Zi është një kopje e Umiram Az, e publikuar në vitin 2012. Por Azizit nuk i mbet hatëri me qenë sa i vetë ka huazuar, e mori heq më pak se një ndër hitet e 2010-ës.